Përshëndetje miq, në këtë video sot këto do të flas kryesisht për Arabinë Saudite dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raportet midis këtyre dy vendeve, raportet midis princit të kurorës Mohammed bin Salman dhe presidentit Donald Trump, përpjekjet e dy vendeve për të ndryshuar dinamikën e ngjarjeve në lindjen e mesme, e sidomos përpjekjet e Arabisë Saudite për të gjetur një karrike, një vend në marrëdhëniet e reja ndërkombëtare që nga kjo pika e fundit e shoh se i përngjet shumë periudhës pas luftës së dytë botërore, atëherë kur Arabia Saudite ishte një vend në zhvillim dhe vetëm me mbështetjen e pakusht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Arabia Saudite arriti të pozicionohet në tablën e shahut të marrëdhënieve ndërkombëtare në këtë pozicion që është sot. Pse e potencova këtë pikën e fundit? Sepse shohim në 10 vjetët e fundit, Mohammed bin Salmani ka nisë disa reforma të ndjeshme, jo vetëm politike, por edhe fetare, sociale në përgjithësi. Suksesi i këtyre reformave varet shumë nga mbështetja amerikane. Do me thënë edhe nga raporti i ngushtë, mos të them privat, i princit të kurorës me një president amerikan. Çështja është aq e ndjeshme në Arabinë Saudite të preken elementet bazë të fesë të raporteve sociale, sa unë mendoj se asnjë lider i mbrëmshëm, pa marrë parasysh fuqinë e vet, ndikimin e vet, qoftë edhe duke e përdorur dhunën policore dhe ushtarake, nuk mund t'ja arrijë ndryshimeve të dëshiruara pa një mbështetje nga jashtë. Sepse në Arabinë Saudite, siç e dimi të gjithë, janë të ngulitura thellë ide selefiste, sidomos vehabiste, të cilat për një kohë të gjatë janë përdorur nga bota perëndimore në përgjithësi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në veçanti për quarjen përpara të disa projekteve ndërkombëtare e fillimisht për të çmontuar lëvizjet islame, pan-islame, të cilat në dekadat e fundit kishin mugulluar si reakcion i ndërhyrjes së faktorit ndërkombëtar në lindjen e mesme. Prandaj them se lufta kundër adeteve, zakoneve selefiste, vehabiste në Arabinë Saudite varet shumë nga raportet e Arabisë Saudite me një nga vendet e fuqishme të botës, e në rastin konkret mund të them me vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë përveç të tjerash, këto edhe e gjej përgjigjen se pse princi i kurorës i Arabisë Saudite është kaq i afërt me Donald Trump, sepse me një fjali i duhet mbështetja e një fuqie të madhe botnore për realizimin e reformave të cilat i ka nisur në Arabinë Saudite. Reforma këto të cilat jo vetëm qytetarët brenda mbretërisë saude, por edhe në botë shumë herë po shkaktojnë çudi dhe habi se si munden që në Arabinë Saudite të ndodhin ato organizime, ato reforma, ato liri, të cilat deri para 10 vjetë, 15 vjetë as nuk kanë mund të imagjinohen. Imagjinoni shteti i Arabisë Saudite, natyrisht me propagandën e vet, e ka bindën një numër jo të vogël të muslimanëve të botës sa është shteti i tauhidit, sa është shteti i vetëm i cili i mbron të drejtat islame, sa është shteti i vetëm i cili me përkushtim dhe besnikri dhe me iman të thellë punon për mbrojtjen dhe promovimin e islamit. Kjo tabu tani,
Kjo filozofi e rrajshme që ka qenë evidente për një kohë të gjatë në lindjen e mesme dhe në Arabinë Saudite, në botën islame në përgjithësi, ka filluar të çmontohet dal nga dal, natyrisht me ndërhyrjen si me skalper të princit të kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman. Pra, që në hyrje të kësaj video, deshta të them se marrëdhëniet midis presidentit të SHBA-ve, Donald Trump, dhe Mohammed bin Salman janë teje të veçanta. Në dukje shihen se i tejkalojnë raportet normale midis dy vendeve mike apo midis dy liderve të dy vendeve mike. I përngjajnë sadopak raporteve të Donald Trumpit me Erdoganin. Megjithëse që dihen marrëdhëniet bilaterale të SHBA-ve me Turqinë, raportet e Donald Trump me Erdogan i tejkalojnë ato parametrat të raporteve bilaterale të dy vendeve, SHBA dhe Turqi. Duke e shfrytzuar imazhin apo duke e glorifikuar imazhin e Erdogan, Donald Trump dëshiron të thotë amerikanëve dhe botës se pozicioni i Turqisë dhe Turqia si shtet sot dhe në të ardhmen është një faktor i rëndësishëm për implementimin e politikave amerikane si dhe për arritjen e caqeve apo të interesave amerikane në rajonin ku pozicionohet Turqia në lindjen e mesme dhe më gjerë. Të njëjtën filozofi dosido Donald Trump e përdor, të njëjtin fjalor më mirë të them, edhe me Mohammed bin Salman. Nëse i shikojmë lëvizjet midis dy vendeve, apo midis dy udhëtimeve që i bëri Trump në Riyadh, i pari në vitin 2017 dhe i dyti para 6 muajve, gjatë kësaj periudhe 8 vjeçare në botë ka ndodhur ngjarje të ndjeshme të rëndësishme, të cilat po ndikojnë në ndryshimet e konstelacioneve në marrëdhëniet ndërkombëtare. Çfarë ndodhi? Pati transformime në botë dhe u paraqiten realitete krejtësisht të reja. Për shembull, u rrit konkurenca deri në skajshmëri, deri të një luftë e hapur ekonomike midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, plasi lufta në Evropë, pra lufta në Ukrainë, konflikte në rritje në lindjen e mesme, lufta të përgjakshme dhe vrasje të liderëve dhe cili do që targetohej nga Izraeli, pasaj lufta të mëdha për koridore që çojnë në lindjen e mesme dhe koridore që dalin nga lindja e mesme, fjalën e kam për detin e Koç, Babul Mandab atje të Teherani, pastaj gjiri persik atje të Hormuzi, Irani, midis Iranit dhe Arabisë Saudite, por natyrisht më e rënda prej të gjitha këtyre pasoi edhe lufta e 7 tetorit 2023 dhe masakrat e gjenocidi në Gaza. Lidhjet zyrtare dhe personale midis presidentit Trump dhe princit Mohammed bin Salman duhet shikuar nga kjo perspektivë e ngjarjeve të cilat ndodhen në 8 vitet e fundit. Dhe mund të shtrohet pyetja, a thua, a kanë mund të ndikojnë raportet midis këtyre dy liderëve në marrëdhëniet jo vetëm midis dy vendeve, SHBA e Arabi Saudite, por edhe në marrëdhëniet e këtyre dy vendeve me shtetet e tjera të lindjes së mesme dhe islamike në përgjithësi. Unë pres nga vizita e cila do të zhvillohet sot, dje pasi ka udhëtuar Mohammed bin Salman, nga vizita e sotshme që i është dhënë një pompozitet i madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, imagjinojeni, Donald Trump
ka thirrë në telefon vetë personalisht nga telefoni i tij njerëz të caktuar që do të marrin pjesë në darkën ceremoniale pas zhvillimit të bisedimeve të sotshme, e se për çka do të flitet e çfarë implikime do të kenë këto bisedime, do të mundohem t'i shpjegoj në minutat në vazhdim. Pra, përveç të tjerave, kjo vizit e Mohammed bin Salman në Washington do të ketë implikime, mendoj une, edhe në raportet midis Shebave dhe Tel Avivit. Bile, paqja e pritur si marrëveshja e Abrahamit mund të kthehet në konsiderat sërish dhe të shkohet përpara edhe me shtetet e tjera, por edhe vetë Arabia Saudite. Marrëdhëniet e reja me Iranin mund të jenë në fokus, megjithëse ka pas përpjekje të Arabisë Saudite për një afrim me Iranin, por këtë afrim e çmontoi dhe e rënoi në themel lufta e Gazës, mund të priten ekuilibra të ri gjeopolitik dhe ndërkombëtar, jo vetëm në rajon dhe më gjerë. Prandaj, jo rastisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mediat, njerëzit që janë të thirrur në përgatitjen e kësaj vizite dhe të atyre për të dhënë informacione në media, flasin vazhdimisht dhe japin të kuptojnë se Shebaja, Washingtoni zyrtar, është duke i dhënë një rëndësi të madhe Arabisë Saudite. Ta them edhe një fjalë, para se të hy në shpjegimin më teknik të kësaj ngjarje historike. Arabia Saudite, dashti dikush apo nuk dashti, është shtet bosht në lindjen e mesme, për shumë arsye. E para, në raport me botën islame, është toka ku janë dy vendet e shenjta, është Qabja në Mekë dhe Xhamia e Pejgamberit në Medine. Është vendi ku ka lindur Islami, vendi nga ku kanë dalë dietarët e parë të botës islame, vendi nga ku ka filluar përhapja e Islamit dhe mbi të gjitha vendi apo vendlindja e Muhammedit alayhi salatu wasalam, profetit të gjithë njerëzimit. Nisur nga perspektiva e Arabisë Saudite në raport me botën islame, si një vend kyç i cili përcakton jo politikat në këtë rast, por edhe vetëdijen deri në një masë të madhe të një pjesë të madhe të muslimanëve, lën tani këtë me një anë, pozicioni i Arabisë Saudite, fuqia ekonomike e saj, raportet e ngushta me botën perëndimore, me Britaninë e Madhe, e sidomos pas luftës së dytë botërore, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Arabinë Saudite, dashte nuk dashte, e vën në një pozicion përcaktues të dinamikave në lindjen e mesme. Përveç këtyre dy faktorëve, janë edhe interesat e shëbave që të ekzistojë një regjiment, një administrat saude, e mund të jetë edhe ndonjë emër tjetër, ka mund të jetë kushdo qoftë tjetër, e cila me politikat e saj dhe me raportet e saj që i krijon me Washingtonin, ti ruaj interesat amerikane në rajon. Dhe interesat amerikane, së paku deri më tani, që ndërlidhen me Arabinë Saudite, kanë qenë ndër më të ndjeshmet dhe më kryesorët, krahasuar me cilin do vend tjetër të botës. Dhe e katërta, ajo që e bën Arabinë Saudite një faktor determinant në lindjen e mesme është madhësia e saj territoriale, banorët e saj, natyrisht fuqia e saj ekonomike, dhe si e tillë, duke marrë parasysh historikun, islamin që ka bëruar atë, ndikimin e Arabisë Saudite në vetëdijen muslimane gjithandej në botë,
konsiderohet vendi më kryesor i cili mund të parandaloj shtrirjen apo ekspansionin kulturor, ekonomik, strategjik dhe të gjithëmbarshëm të Iranit ka tokat arabe. Megjithëse që deri më tani në fush betejë nuk I kemi parë asnjëherë duke luftuar Arabia Saudite me Iranin, megjithëse që nuk ka pas lufta frontale, një gjë është e sigurt se Arabia Saudite është vendi kryesor që I ka mbështetur të gjitha lëvizjet, luftat arabe të cilat janë bërë me Iranin apo kundër Iranit. Saddam Husseini, pa mbështetjen e Arabisë Saudite, rrjedhimisht, pa mbështetjen e shteteve të tjera të gjirit arabik, që veprojnë dhe jetojnë në hijen dhe në ëmbrellën e Arabisë Saudite, nuk do të kishte mund të luftonte as vetëm një muaj. Financat e Arabisë Saudite, të cilat janë paguar me bekimin e vendeve perëndimore natyrisht, për ushtrin e Irakut, për Irakun, janë ato të cilat e kanë quar luftën irako-iraniane deri në 10 vjet luftë pa kuptim. Ndesh shikoje nga perspektiva pozitive, ndesh negative, kado që shikon pozicionin e Arabisë Saudite, ajo luan një rol, edhe njerë po them, determinant në lindjen e mesme dhe në botën islame. Përtej këtyre dy roleve, në lindjen e mesme dhe në botën islame, përpjekjet e Mohammed bin Selmanit tani janë drejtuar dhe orientuar ka shtrirja e ndikimit të Arabisë Saudite edhe më gjerë se rajoni dhe vetëm bota islame. Për të realizuar këtë, e thash që në fillim atë pikën e 4, se Mohammed bin Selmanit I dohen të bën reforma rrënjësore, sociale, politike, ekonomike gjithsesi e natyrisht edhe fetaro-islame. Riyadi zyrtar, pra Arabia Saudite, në këto vitet e fundit, shihet se ka menaxhuar marrëdhënie të një mënyre që ka parandaluar kolapset rajonale. Edhe njëre po them, që mos të harroni, dashtëm apo nuk dashtëm, dashte dikush apo nuk dashte, Arabia Saudite është vend kyç që përcakton dinamika pozitive apo negative. Pikat sapo I përmenda. Në këto kohët e fundit, pra, kjo Arabi Saudite nuk mund të mohoj këtë askush I cili sadopak e një lindjen e mesme, ka parandaluar kolapse rajonale shumë të rrezikshme. Ka ndihmuar shumë në marrëveshjen e Pekinit me Iranin. Arabia Saudite është vendi I cili ka ndërmjetësuar e ndoshta edhe ka dhënë ka vetvetja, vetëm që Irani të afrohet me Pekinin në mënyrë që duke shfrytzuar interesat e ndërsjella Pekin-Riyadh, Arabia Saudite të ndikojnë mbi Pekinin që ta ujstat, që ta ul pak dhe ta riformoj vetëdijen ekspansioniste të Iranit, por janë edhe arsye të tjera. Ka pas shenja signifikante edhe në mundësin e krijimit të raporteve bilaterale midis Tel Avivit dhe Riyadit, pastaj ka pas përpjekje për afrim direkt të Riyadit me Teheranin dhe Arabia Saudite është ajo që I ka dhënë bekimin Emirateve të Bashkuara Arabe, Bahreinit, Eqebesa edhe Sudanit që të nënshkruajnë marrëveshjen e Abrahamit. E kam shpjeguar më parë, marrëveshja e Abrahamit është marrëveshja e cila e pranon ekzistimin e Izraelit dhe në bazë të asaj neneve të këtyre marrëveshjeve që nënshkruhen, Izraeli
konsiderohet apo do të konsiderohet si një vend arab, jo armiqësor, dhe pastaj konkurenca midis vendeve arabe dhe Izraelit do të zhvillohet në bazë të dinamikave, fuqisë teknologjike, fuqive shkencore, afirmimeve të ndryshme, fuqive ushtarake, fuqive ekonomike dhe raporteve të vendeve të lindjes së mesme, antare të marrëveshjes së Abrahamit me fuqit e jashtme vendimmarrëse të politikave të gjithëmbarshme të lindjes së mesme. Do me thonë, miq, Arabia Saudite ka pas lëvizje të një pas njëshme. Nisur nga Pekini në Teheran, pastaj në Islamabad, raporte mos të them të çuditshme, në marrëdhënie ndërkombëtare nuk ka asgjë të çuditshme, por janë këtë rezultat të iniciativave dhe interesave e dinamikave. Me Islamabadin, me Pakistanin ka shkuar deri atje puna sa është biseduar për dhënien e një pjese të bombave atomike, armëve atomike që i posedon Pakistani të jepën Riyadit apo Arabi Saudite, apo që Arabia Saudite të investoj në mirëmbajtjen e një numri të caktuar të kokave bërthamore që janë brenda Pakistanit dhe të përdoren, nëse përdoren, nga Arabia Saudite si kur të lëshohen nga toka e Arabi Saudite. Pse të mos sjellen këto, dikush mund të pyet, pse të mos sjellen në shkretëtirën e Arabi Saudite, se kamet me i thanë vi shkretëtir, për ndryshe Arabia Saudite është duke bo mrekulli, mu'gjize, mrekulli të një zhvillimi të pa imagjinueshëm të gjithëmbarshëm ekonomik, bujqësor. Arabia Saudite po i shet botës grunë, po i shet botës boston, shalqin, po i shet botës pjepën, specat, domate. Arabia Saudite është bërë vendi me më së shumti tokë pjellore në lindjen e mesme, larguar Sirien dhe këtë Egjiptin. Imagjinoni sa investime janë bë. Pra, vend shkretitor, shkretira e Arabi Saudite më ka mbet fjalë që përdoret në histori dhe në kur shpjegohet gjeografia e kaluar, përndryshe këto avancime dhe këto përparime të Arabi Saudite dohet përshëndetur vetëm një i verbër apo një i verbër ideologjikisht apo një i çmendur, ignorant që mund të mos i pranoj. Për te raporteve me Islamabadin që thash, për shka nuk i bje në shkretëtiren në tokën e Arabi Saudite ato armë bërthamore që është lidh një marrëveshje e përdorimit të tyre apo e posedimit nga ana e Arabi Saudite, për shkak se kërkoj një infrastrukturë që merr mbi 2 dekada të përgatitet infrastruktura e gjithëmbarshme për krijimin e një arme bërthamore apo për mirëmbajtjen e saj, dhe këtë Arabia Saudite nuk e ka. Mos të harroj këtë se informacionet po iken ka njere. Një ndër bisedimet kryesore që do të bëhen me Mohammed bin Salmani dhe Donald Trump, një ndër kryesoret janë edhe 2. Një, energjia bërthamore. Arabia Saudite është duke kërkuar me insistim që ti lejohet avancimi i energjisë bërthamore që i bje posedimin e armëve bërthamore, dhe e dyta që befasishëm u krye dje me deklaratën e Donald Trump, posedimi i Arabi Saudite të F-35-qeve. Një punë të cilën Izraeli e ka refuzuar kategorisht deri në përmasa të kërcënimeve se do t'ja djegi Arabi Saudite në pista nëse SBA i jep F-35-qat. Se çfarë janë F-35-qat, ndonjë ekspert i ushtarak mund t'i shpjegoj, unë di me fol për to sa do pak, por terminologjin e të cilën do të mund t'a përdorja është terminologji politike dhe që pastaj shpjegimi del i mangët dhe mos të them karikatur. Se çfarë janë aeroplanet
F-35 mund të them unë vetëm një fjali. Janë arma ushtarake në bazë të cilave sot po përcaktohet fuqia, dominanca dhe pozita e një shteti në raportet apo në marrëdhëniet ndërkombëtare tani e tutje. Këtë Izraeli nuk dëshiron që t'ja jap. Dhe Donald Trump, hiç më larg se dje, tha se e nënshkrova dokumentin e lejimit të dhënjes së F-35-sheve Arabi Saudite. Punë të cilën Turqia që 20 vjet është në blokadë dhe embargo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për që ta F-35 e F-16 për shkak se Turqia i mori S-400, raketat S-400 të Bashkimit Sovjetik të dikurshëm të Rusisë e gabova, të Rusisë, dhe që për herë të parë një vend i antare e NATO-s të posedoj një armatim të cilin nuk mund ta kontrolloj, dirigjoj dhe avancoj forca e NATO-s. Këtë rast, Turqia e tregoi në mënyrë të çuditshme dhe është e çuditshme gjithashtu se Turqia është vendi i parë dhe i vetëm atë botë që e pati pranuar Yasser Arafatin në Ankara si një president i Turqisë. Një vend i NATO-s që i theu parametrat e NATO-s dhe hera e tretë apo momenti i tretë i Turqisë që vepron diçka në kundërshtim me politikat e NATO-s është invadimi i Çipros që nuk i ka pas pyeten Eceviti hiç, e mori Çiprën Veriore dhe u krye. Nëjse, përveç Pekinit, Teheranit, Islamabadit, Arabia Saudite ka treguar dhe ka zhvilluar lëvizje shumë të rëndësishme edhe në raport me Damaskun. E nëpërmes Emirateve të Bashkuara të Amerikës, unë po e them këto, kinse po e zbuloj, sepse besoj bindshëm se ç'është është, nëpërmes Emirateve të Bashkuara Arabe, Arabia Saudite ka pas kontakte të vazhdueshme edhe me Izraelin, që të gjitha këto tregojnë natyrën e politikës së princit të Kororës për të ecur drejt marrëdhënieve më të ekuilibruara në lindjen e mesme, duke ulur tensionet, përpjekje për të ulur tensionet dhe duke përgatitur rajonin për një fazë të re. Mbajini mend miq, faza e re me krejt shkronja të mëdha. Faza e re është ndryshime rapide, radikale në çdo segment të jetës në Arabinë Saudite dhe nga andej reflektime të këtyre ndryshimeve rapide në botën islame. Mos kujtoni se princi i Kororës, Mohammed bin Selmani, i ka shtije me 10 ulema e dietar e imam në burg për shkak se do islamin. Jo, vallahi jo kur. Jo është jahudia, nuk është jahudi. Lëni këto pralla, miq. Nuk lat njeri lider musliman pa e bo jahudi. Nuk lat bash si kur kënej në raport me patriotizmën shqiptare. Nuk ka lider politik, fytyrë eminente, politike, patriotike, shqiptare që nuk e ka një bisht për mas, që nuk e kanë vënë shqiptarët një bisht për mas. Bajram Curi, kështu, Fajt Konica, kështu, Hasan Prishtina, kështu, Ahmet Zogu, kështu, Enver Hoxha, kështu, Toptani, kështu, aj tjetri, kështu, po ju shtim be. A munin në komente, të lutem, me ma shkrue një emën të një patrioti shqiptar, të një fytyre eminente shqiptare, sidomos politike që nuk e kanë njollos shqiptarët dhe nuk e kanë shpall ja tradhtarja, bashkëpunëtorja që nuk e kanë vraja. Thune bre një prej kohës Lek Dugaxhinit e teri sot, për cilin
figurë shqiptare ka konsensus se është më i mire. Për të tanishmit pedi, kjo është të punu për Rusi, kjo është të punu për Serbi, imagjinonja, për kryeministër të Kosovës thuhet se është bashkëpunëtor i Rusisë edhe i Serbisë. Leje patriotizmin, leje, hajde zotin e rujt, u qmenden, po a lejon bre Amerika që në kryet e qeverisë e Kosovës të jetë dikush që është bashkëpunëtor i Rusisë? A lejon? A di shka i bje kjo? Krasimi ndoshta i tepruar, i egzageruar, sikur i shtetit të Floridës, apo Michiganit, apo i New Yorkut, apo i Kalifornisë, të thuhet, apo të dihet, se këto kështë po dihet, të dihet se është bashkëpunëtor i Rusisë apo i Kinës. Le Amerika aty, guvernatorina, tash që ju zgjedh kë mamdani. Po të ishte kështu, a i në të e kuptua. Pra, le këto, pa a i tjetëri, ky deshti me shit, ky deshti me ble, ky deshti me tratu, të merë gjynabre për evlat të tonë, për generatat bre. Këto për para është fol, po është fol në paroda meq. Tash këto gjana shkruhen, këto video që to edhe 100 vjetë të shkruhen. Fëmijët e mi, nipat e mi, kanë me thonë për këto u konë qështo, për këto qështo, për këto, për turbe duhet më jardën, turb. Edhe në raport me botën islame, po duhe me thonë njejt shqiptarhanja. Kë i Arabi Saudite jahudi, aj tjetër jahudi, Sisi jahudi, ky jahudi, o vlavi jam, problemi o mëranda. Problemi o mëranda, inna Allahe la jugajjeru ma bi kaumin, Zotin nuk zbret, shklap, edhe shqiptarët me i marë pej këtujt me i qitë këto, ose bugjetin, bilancin ekonomik 2 miliard me jabohen 20 miliard, ose Arabi Saudite 1 miliard pej 10 trilionave, ose la jugajjeru ma bi kaumin, në Zotin nuk e ndryshon, e keni keq kuptue intervenimin, interferimin e Zotit në natyrë. E keni gabue, Zoti vepron në të shumëtën e rasteve, përveç në ato ekskluzive me kun fejekun, si pas liqëmërive të cilat i ka vendos në natyrë. Është kryus i liqëmëris, i asaj që e quan Allahi sunnetullah. Pa kujton bre rasisht është përdor fjala sunnetullah në Kur'ana, ligjet e Zotit, po mos të ishin relevante, interesante, të rëndësishme, pse Zoti me i përmend e paraprakisht pse me i kriju e ligjet e Zotit. Pra, gjendja e muslimanve në përgjithësi është rezultat i veprave të tyne. Ata vet e kanë prue punën të këto. Bota arabe, sidomos, pas që aty 20-30 vjetët e fundit sa ka qenë shteti islam i perandëris Osmane, vetë bota arabe ka kërkuar që gjendje. A muni me besu meq, se po nxena pak, a muni me besue se ka studime shumë kredibile, unë i kam dorë qëto, që me emra dhe mbi emra janë lider arab, politikan arab të asoj kohë, të marveshë Sajko Piko e të Churchillit e atë Belfurit, vetë vendet arabe, lideret arab janë ata që kam punu e premiat buren me Churchillin ti doje qëto. A mu ndosh me madhon qëto, një femën qëto, njësh atje, vetë arabet e kam bo këto. A mu një me besu miq? Jo të jashtmit e kanë dihmu, sepse po shkon për interesat të tyre, është lindja e mesme. Pra, la jugajru ma bi kaumin, Zoti se ndryshon, nuk ta ndryshon ty gjendjen, hatta jugajru ma bi anfusihim, derisa jo vetë mos e ndryshoni gjendjen e tyre. Gjithsesi, që ky Muhammed bin Selmani miq, jo këne jo ade, une po e shoh se muslimanët, bota arabe, nuk e ka fuqin që të veproj e më vetësuar si pash, e subash. Nuk e ka fuqin e halifatit që të përcaktoj fatin e vetë. Nuk e ka. Andaj, unë e konsideroj njeri shumë të menqën.
njeri vizionar, ashtu e pa sa ka kaqik. I ka kry dëshërbime Arabia Saudite në Afganistan, në Pakistan, Bin Ladeni, Vehabizmi, aje e çmontoi ymmetin islam i boni kërsh. Arretën dietarët e Arabi Saudite e kanë reflektuar tek ne, tek disa shqiptar, tek disa parfat të keq shqiptar, që ta konsiderojnë krejt ymmetin në dalalet dhe në bidat përveç shteti i tauhidit që janë të Arabi Saudite. E reduktun numrin e dietarëve musliman që janë me miliona në historinë e zhvillimit të mendimit islam në 7-8 të Arabi Saudite. Veç ngoni se shka flasin, Fauzani, Muftio, aj tjetri, kyt, 5-6 përmenen, Albani, aj tjetri, ku gjahilat, ignorantat pastaj, njerëzit e rëndomt të tretët, njerëzit naiv, besimtar të mirë, që nuk e lexojnë islamin, që nuk janë studiu se islami, kujtojnë se islami është i reduktuar në që të shkethe që i hoxhën që të gjami, edhe që veç Albani, Fauzani. U burë, bota islame ka sot me mija, me dhjetra, mija djetar që e lëkundin hemisferën toksore, e lëkundin botën me mendimet dhe studimet e tyre. Ke në çdo vend, në Turqi, në Egjipt, në Arabin Saudite, në Malezi, atje, ata kur nuk i dëgjon ti në për xhamia tona, kur nuk shpjegohen, shumë rrallë janë ata që i shpjegojnë dhe i përcjellin dinamikat e mendimeve islame, të cilat nuk po lejohen pikërisht në 30 vjetë e fundit nga çajo fryma vehabiste, e cila e pat ndryt dhe e pat ngulfat mendimin islam se vetëm ajo që është e Arabi Saudite është e vërtet. Ezherin e qëtën në hije, o miq të dashur, Xhamiatul Azhar, Universitetin e Azharit e demaskuan, e diskredituan. Mendojnë se e kanë bo qashtu dhe të një numër jo i vogël i shqiptarëve kanë diku kjo. I sapo diplomuarin në Azhar nuk guxon me u prezentu, me bo video, me fol për Azharin se i gjuhën si orlat, si egërsina. Jo kjo është Ikhwanul Muslimin, jo kjo është bidat, jo aj tjetri bidat, jo kjo bidat, jo eshari, jo malidi, jo dreshni, jo shejtani. Pra e kanë ndryrë. Dhe kjo politika Arabi Saudite natyrisht se i ka shkue për luge, i ka shkue për jazi politikave ndërkombëtare për ta çmontuar ymmetin dhe muslimanët dhe për realizimin e platformave të reja. Atë shërbim e ka krye regjimenti Arabi Saudite, tani ka ardhen ky i Mohammed bin Selmanit, andaj po them se është i mençur, po shkon krahas nevojave amerikane dhe në ndërkohë të përfiton edhe muslimani Arabia Saudite dhe bota arabe në përgjithësi. Nejse, përveç këtyre, miq, të cilat u përmendën, jo bile përveç këtyre ulljen e tensioneve sene, duke e pa Donald Trump, ma në men që të fjallit lutema, musha me e konfiguru mirë, duke e pa Trump se Mohammed bin Selmani ashtu i boqeto me Damaskin, me Islamabadin, po dhe me Damaskin, Turqia ka rol, por roli kryesor nga një perspektiv i ofrimit të Donald Trump, i lejimit të heqjes së embargove, investime gjana në Siri është rezultat i qëndrimeve dhe presioneve të Mohammed bin Selmani që i ka bohe Donald Trumpit. Pa pik dyshime, pra rol permanent tash. Duke i pa qëto lëvizje, qëto politika të reja kë Donald Trump, që po i bën Mohammed bin Selmani, ky është të i bo qëto të cilat përputhen dhe janë paralele me vizionin tim. Andaj duhet mbështetur. Apo nga ana tjetër. Duke e pa Mohammed bin Selmani se
politika të administratës amerikane janë duke shkuar në që drejtim dhe nuk mundet ndryshe ma. S'ka më nevoj për vahabizëm e për të... E krytën detyrën e tyre, ISIS-e, aje, tash, do të mbeten në histori të errët. Edhe njëherë po them, duke pa vizionin e Donald Trump, Mohammed bin Salmani, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, e që besë edhe Omani e pastaj Kuvajtin e vetë dikoshe sene, i shkojnë për shtati me vizion paralel të cilin e ka e Donald Trump. Vetë edhe Trumpi, në vijen e qësaj që tha, në Knesetin Izraelit e tha shumë qartë. Izraeli ka bërë gjithë shka që mund të arrijë me forcë. Ma shumë se kaq nuk mundet. Dhe tani është koha të kthehet drejt paqes. Një shenjë signifikante e rëndësishme e SBA-ve për Izraelin se uli shpata tash shteni në këllëfët e tyre dhe ulluni me Arabin Saudite dhe me vendet e tjera arabe. Programi i Mohammed bin Salmanit, nëse doni me dit, bazohet në zhvendosjen e fokusit të vendit të ti nga e kaluara. Kalim the 3 sekonda në të tashmen, por me një vizion të ardhmen. Projekti 2030 do të thot projekt i Arabi Saudite krejtësisht tjetër nga që ka qenë deri me tani. Keni me u çudit. Keni me u çudit me ato që keni me i pa në Arabin Saudite. Për realizimin e këtyre, Mohammed bin Salmanit i dohet një Donald Trump, një Amerika. Për ndryshe Mohammed bin Salmani e di shumë mirë fatin e ati babgjyshit e katragjyshit vetë Fejsalit, që e mytë nipi vetë. Për me i bo këta, Mohammed bin Salmani do të siguri e hatashme aty. Dhe të shku të prek, një djetar në borg, një të që del medhalista, tekfirista, qëfar do isti që të je, kada dal, tuj qetsu, sepse frikohet gjithë ndihmën dhe mbështetjen amerikane se mujnë më çu njerëzit në kam edhe me bo probleme. Pra, projekti 2030 i Arabi Saudite, që ta lexoni, kemi ymër me izën e Allahit edhe kena me pa, është Arabia Saudite krejtësisht tjetër nga ajo që ka qenë deri më tani. Ndryshimet që ai i ka bo deri tani në Arabin Saudite, Mohammed bin Salmani, janë ato që kanë tërhequr vëmendjen, jo vetëm të presidentit Trump, jo vetëm të SBA-ve, por gjithë botës. Përtej kësaj, miq, pritja e Mohammed bin Salmanit në Arabin Saudite është edhe një shtytje përpara e modernizmit dhe modernizimit që po kërkohet në lindjen e mesme. Po, është punue, jo demokracia, jo drejtat e gruas, jo liria e shprehjes, jo barazia sociale, terme mashtruse janë përdor, përveç këtyre sekularizmi, laicizmi, modernizmi, globalizmi, këtë jenë këto terme masha, bashmasha, mjete, bujqësore për qaporishjen, lëvrimin dhe vllaqimin e tokës, e botës, e vendeve muslimane për të mbjell ato shka janë në interesat të fuqive botnore. Tash, projekti drejt modernizimit të ri në Arabin Saudite është projekti kryesor i cili konsiderohet barometer i sukseseve që mund të ketë Donald Trump dhe administratat amerikane në përgjithësi. Mere Fejsalin, mere Fahdin,
me Ronald Reaganin, pastaj Obamën me Abdullahun, pastaj Bidenin me këtë tjetrin, pastaj tash Trumpin me Bin Salmanin. Të gjitha raportet e presidentëve amerikan me cilin do mbret në Arabinë Saudite kanë qenë të njëjta dhe vazhdimisht është treguar një afërsi dhe Arabia Saudite, politikat e brendshme, megjithëse ndonjëherë ka pas ndonjëfar çaporishe, ndonjëfar lëvizje, ndonjëfar përpjekje për të ndryshuar diçka, e që i ka kushtuar me njëre me pozita, me krye, cili do që ka lëvizën në Arabinë Saudite, të gjitha politikat e të gjithë mbretërve të Arabisë Saudite kanë qenë në përputhshmëri me interesat amerikane. Në planin dypalësh, ka çështje shumë të tjera të mëdha që kanë me u diskutue, po më i madhe që do diskutohet, e thash pak përpara, është projekti i energjisë bërthamore. E dyta është marrëveshja e mbrojtjes dhe armatimi i përparuar dhe së treti me qindra marrëveshje e projekte që do të realizohen në Arabinë Saudite dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është një farë ministri, më falni se e kam shkruar me emrin, po Khalid Al-Falih, ministri i investimeve në Arabinë Saudite, kur e pyesin se pse Arabia Saudite po investon kaq shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka thënë sepse investimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë sikurse mbjellja e farës në një ar dhe pastaj bereqetin e asaj bime që bin, gruni të azam, hahet në sofrën e Riyadit, Mekës dhe Medinës. Investimet tona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po thot Khalid Al-Falih, që po thot Arabia Saudite, janë garancë për qëndresën e familjes mbetërore dhe për zhvillimin e gjithëmbashëm të Arabisë Saudite. Për ndryshe, do të ishte shumë vështirë. Që ky Khalid Al-Falih thot se besimi ynë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i fortë, ka qenë i fortë dhe do të vazhdoj të jetë i fortë. Dërsa kompanitë tona, bankat tona, pasuria e Arabisë Saudite është në dispozicion për prosperitetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që janë garanca kryesore e qëndresës dhe vazhdimit të jetës së mbretërisë Arabisë Saudite. Duke dashur me përfundue, miq, kjo vizit, do të shohim ne, do të bëjmë edhe një analizë, pas takimeve dhe daljes e lajmeve, këto janë këtë paraprakishka kam arrit unë ti lexime paraprake, dua të them edhe njerë se Arabia Saudite është vendi kyç. Dhe si vend kyç në lindjen e mesme, për mbjetesën e saj, fuqia kyçe është pikërisht dhe vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirupafshim.